Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Shtoni një gotë uthullmolle në lavatriçe dhe do habiteni çfarë ndodh me rrobat tuaja. E bardha është pikërisht ngjyra e verës pasi përcjell freski, pastërti dhe për më tepër nuk përthith rrezet e diellit siç bëjnë ngjyrat e tjera. Pëlhurat e lehta, linoja, pambuku preferohen më së shumti, por si një medalje me dy anë dhe e bardha ka një defekt, bëhen shumë shpejt pis. Në qoftë se ju nuk tregoni kujdesin e duhur për rrobat në këtë ngjyrë, ato me kohën do të zverdhen, gjë të cilën askush nuk e dëshiron. Sekreti i rrobave borë të bardha nuk qëndron tek pluhuri i larës apo detergjentët të zbardhues, por tek këta përbërës natyral. Shtoni lëng limoni në larjen e rrobave me dorë. Duke shtuar një filxhan lëng limoni në ujin e nxehtë, ju do të arrini të keni rroba përsosmërisht të bardha. E mira është që t'i lini për disa orë dhe pas shpëlarjes t'i thani në diell. Shto uthull të bardhë në lavatriçe. Thjesht ju duhet që të hidhni një filxhan uthull të bardhë të distiluar në ciklin e shpëlarjes së rrobave dhe rrobat e bardha do të shkëlqejnë. Kini kujdes që në lavatriçe të keni vetëm rroba të bardha. Soda e bukës. Kjo metodë aplikohet përpara se rrobat të lahen në lavatriçe. Në një legen, hidhni ujë mjaftueshëm sa për të mbuluar rrobat e bardha dhe shtoni gjithashtu edhe sodë buke rreth një gotë ose në varësi të ujit në legen. Lëreni rrobat për disa orë dhe më pas lajini në lavatriçe. Peroksid hidrogjeni. Peroksidi i hidrogjenit ka aftësinë që të heqë njollat e ndryshme nga rrobat e bardha si asnjë detergjent tjetër. Shtoni një gotë peroksid në larjen e fundit dhe kështu nuk do të keni nevojë për asgjë tjetër. Ka herë kemi dëgjuar që uthulla nuk është e dobishme vetëm në kuzhinë, mirë po, a e keni ditur se mund të ndihmojë edhe në larjen e rrobave? Përgjigja fshihet pikërisht në këto karakteristika më të fuqishme të këtij lëngu. Zbutë rrobat. Është shumë e rëndësishme tek larja, posaçërisht kur është fjala për rroba shumë të forta apo të thurura dendur. Eliminon njollat. Uthulla me lehtësi njëkohësisht eliminon njollat nga djersa dhe yndyra e disa pemëve. Kur ju eliminoni njollat nga pemët, para larjes ju duhet që të fërkoni njollën me uthull. Pastaj në vendin e caktuar për zbutës, shtoni edhe 50 ml uthull. Eliminoni njëkohësisht aromat e pakëndshme. Ju duhet që të shtoni 100 ml uthull në vendin e caktuar për zbutës dhe të eliminoni të gjitha aromat e pakëndshme nga garderoba, perdet, mbulesat. Eliminoni njollat e ndryshkut nga rrobat tuaja. Njollat më të forta janë me të vërtetë ato të ndryshkut. Në qoftë se ato ju shfaqen në rroba, përzdini pak uthull dhe krip të trashë dhe fërkojeni në njollë. Pastaj, lajni rrobën në mënyrën e saj të zakonshme. Mbron lavatriçen tuaj, pengon shfaqjen e shtresave të bardha nga gurzat dhe shfaqjen e mykut. Bashkë me gjithë këto përparësi ju do të kurseni dhe mjaft para, sepse uthulla është shumë më e lirë se zbutësit, ndërsa me atë rast ju do të shmangni edhe përdorimin e kimikateve. Ndërkohë, sipas ekspertëve, uthulla e mollës është një mjet i gjithanshëm i cili mund të japë zgjidhje për shumë probleme të vogla të jetës së përditshme. Është jashtëzakonisht e dobishme në pastrimin e shtëpisë, në rutinën e bukurisë dhe sigurisht pa harruar larjen e rrobave. Përdoreni atë në vend të zbutësit. Vetitë e uthullës e bëjnë atë materialin ideal për të zëvendësuar zbutësin e rrobave. Përdorimi i uthullës në lavatriçe do t'i bëjë rrobat tuaja që të jenë
më të buta dhe njëkohësisht pa erë. Gjithçka që ju duhet të bëni është që të shtoni 1/4 filxhan në shpëlarjen përfundimtare të lavatriçes tuaj. Ju do të kurseni para. Siç e përmendëm, uthulla është po aq efektive sa edhe zbutësi i rrobave dhe sigurisht më ekonomike. Kështu që kurseni para dhe të paktën në disa nga larjet tuaja, provoni që ta përdorni këtë në vend të zbutësit të rrobave. Është natyrale dhe njëkohësisht nuk e dëmton mjedisin apo lëkurën tuaj. Ndryshe nga zbutësi i rrobave, uthulla është gjithashtu një produkt natyral, prandaj ajo është miqësore me mjedisin dhe lëkurën, ndërsa zbutës të ndryshëm kanë të ngjarë të shkaktojnë acarim dhe njëkohësisht kruajtje në lëkurë. Mbron gjithashtu ngjyrat në rroba. Në larjen me rroba me ngjyra ky material është zgjidhja më e mirë. Përbërja e tij është e tillë që mbron ngjyrën dhe ndihmon në rrobat ta mbajnë ato të pandryshuar me larje. E njëjta gjë vlen edhe për rrobat me ngjyrë të zezë, ngjyra e të cilave tenton të zbehet me kalimin e kohës. Përveç se i bën rrobat më të buta, redukton gjithashtu grumbullimin e kriprave brenda lavatriçes tuaj. A do të lër uthulla një herë në rroba? Përgjigjja është jo dhe këtë do ta zbuloni pasi rrobat tuaja të jenë tharë. E rëndësishme është sigurisht që të mos e teproni me dozën. Gjysmë filxhani është më se mjaftueshme për të pastruar thellë rrobat dhe për t'i bërë ato njëkohësisht të buta dhe të lëmuara. Shndrit ngjyrat. Shtoni një gjysmë kupe uthull tek rrobat para larjes. Ajo e ndihmon detergjentin që të bëjë akoma dhe më mirë punën e tij duke i mbrojtur rrobat nga çngjyrosja dhe heqjen e njollave që mund të lënë pas detergjentët tek rrobat. Rezultati që do të keni është ngjyra më të shndritshme. Zbutë rrobat. Zëvendësoni zbutësit komercial me uthullën e bardhë të distiluar. Uthulla gjithashtu vepron si një zbutës natyral i rrobave pa lënë asnjë shenjë nga pas. Shtoni gjysmë kupe uthull në shpëlarjen e fundit. Eliminon njollat e detergjentit. Acidi në uthullën e bardhë heq çdo mbetje të sapunit apo detergjentit që mund të ketë ngecur në rroba, peshqir, batanie apo çarçaf. Kjo mbetje mund të irritojë lëkurat tuaja të ndjeshme, sidomos tek bebet dhe tek fëmijët e vegjël. Shtoni një kup uthull të bardhë në procesin e shpëlarjes në mënyrë që të eliminoni të gjitha mbetjet e detergjentit. Heq copat e vogla dhe çimet e kafshëve. Jo vetëm që nuk i lejon rrobat që të elektrizohen gjatë tharjes, por gjithashtu ndihmon edhe në heqjen e fijeve të linjta të çimeve të kafshëve. Shtoni gjysmë kupe uthull në procesin e larjes dhe nuk do të keni më as edhe një problem. Mirë po, duhet të dini se uthulla gjithashtu zbardhë rrobat e bardha. Mbajini të bardha rrobat e bardha dhe hiqeni njollat me uthull. Që të hiqni njollat, shtoni një kupe gjysmë uthull në procesin e fundit të shpëlarjes. Që të hiqni njollat, vendosni në një enë të madhe të zi dhe shtoni një kup uthull. Hiqeni enën nga zjarri dhe fusni brenda të bardhat. Lëreni gjatë gjithë natës dhe më pas të lajni si zakonisht. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!